Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar nga afër nisjen e punimeve për rikonstruksionin e plotë të mëkateve së Rusit, një investim që synon të transformojë kushtet e tregtimit të mishit dhe të peshut në qytet. Gjatë inspektimit, Beci u shpreh se ky investim është pjesë e angazhimit të Bashkisë Shkodër për të modernizuar tregjet publike dhe për të vendosur standarde europiane në ofrimin e shërbimeve. Projekti parashikon ndërtimin e tregut modern me standarde bashkëkohore higjieno-sanitare, duke i dhënë fund tregtimit në ambjente pa përshtatshme dhe duke garantuar kushte më të mira pune për tregtarët, si dhe më shumë siguri për konsumatorët. Ka qenë një gangren, ka qenë një vend që gjithë Shkodra e di se si ka qenë markata këtu e peshkut dhe mishit. Më në fund Bashkia ka ndërhyrë me një projekt në financimin e saj, kemi një projekt shumë mirë dhe jashtëzakonisht mendoj të vlefshëm për qytetin. Është do të thoya një projekt i cili përlotëson të gjitha standardet e një shërbimi do të thoya unë europian në qytet. Së bashku me pjesën e tregut frutaperimin do të kemi këtu një kompleks shërbimi mjaft mirë për qytetin. Sigurisht do bëjmë të 2-3 ndërhyrje në pjesën e hyrjes në treg për të sistemuar pjesën e hyrjes dhe mendoj do të kemi këtu një kompleks të vlefshëm. Unë jam shumë i gëzuar që Bashkia më në fund erdhi në këtë moment dhe shumë shpejt mendoj në 2-3 muaj do ta kemi gati, shpresoj para festave të vitit të ri të jetë i vlefshëm për gjithë banorët e Shkodrës. Të gjithë dyqanet anësore dhe pjesa e dyqaneve brenda bashkë me ambientet ndihmëse. Këto do të jenë dhomat frigoriferike në të gjithë perimetrin e saj dhe dyqanet e shitjes në funksion të dhomave frigoriferike dhe dyqaneve anësore. Sigurisht ambientet ndihmëse të VC-ve, dhomat e zhveshje, një bar kafe do të jetë pjesë e brendshme dhe sigurisht gjithë infrastruktura nëntokësore edhe higjienike e tregut. Mendoj do të kemi treg brenda standardeve europiane. Rikonstruksioni i mëkateve së Rusit përmbyll një seri investimesh të Bashkisë Shkodër në zonën e Rusit. Pas rikonstruksionit të tregut, ky investim shënon një tjetër hap të rëndësishëm në përmirësimin e kushteve të punës për tregtarët, rritjen e standardeve të shërbimit dhe krijimin e një mjedisi më të rregullt e funksional në një nga zonat kryesore tregtare të qytetit.